Media greke I ka kushtuar një artikull projekteve të Jared Kushner në Shqipëri dhe Serbi, si dhe dashurinë që Ivanka Trump ka shfaqur për vendin tonë. Sazani, dikur një bazë ushtarake sekrete dhe sot një nga zonat më të paprekura të Mesdheut, njihet për bukurinë e tij natyrore dhe biodiversitetin e pasur, nga shpendot e rrallë deri te breshka e detit. Protothema kujton se lidhja e Ivanka Trump me Shqipërinë nisi 4 vite më parë, kur ajo dhe Kushner u impresionuan nga Sazani gjatë një vizite të organizuar posaçërisht nga autoritetet shqiptare. Që atëherë Kushner ka sjellë arkitekt e këshilltar dhe ka shprehur gatishmërinë për të investuar mbi $1 miliard në Sazan dhe zonën përreth. Në të njëjtën kohë, Kushner po planifikon ngritjen e një kulle Trump në Beograd, në truallin e ish-komandës së ushtrisë serbe të bombarduar nga NATO në vitin 1999. Projekti ka shkaktuar reagime të forta në Serbi, sidomos pasi qeveria hoqi statusin e mbrojtur të godinës për t'i hapur rrugë ndërtimit, duke u akuzuar për mungesë transparence dhe favorizim të investitorëve të huaj.